Teksa edhe numërimi i votës së qytetarëve votues për kandidatët e preferuar për shkundrit fundit, një emër po bën bujë në media. Sara Mila është një nga surprizat e Partisë Socialiste në këto zgjedhje, edhe pse vetëm 29 vjeçë dhe me një profil modest publik, ai rezulton më e votuara mes të gjithë socialistëve në listat e hapura në qarkun e Elbasan, por edhe në të gjithë Shqipërinë. Mila, një nënpunëse e shërbimit social shtetëror edhe figure pa njohur deri ditën që shpalli kandidaturën, ka marrë pothuajse 2% e votave nga kandidati i pasardhës. Mila rivalizon në rezultat me rekordin e kapur në vitin 2021 nga ish kreu i qarkut Orland Balla. Për të folur në mbledhjen e mbrëmshme me drejtuesit politikë dhe Sali Berisha, sipas tij ylli kësaj fushate Sara Mila, e cila arriti në 30.000 vota, sipas Berishës pi ulin vota sepse bëhen barsalet botëror si e panjohura u bë më e votuar në zgjedhjet e narkotikut shqiptar. Por të mos e baltosë figurën e saj, siç edhe ajo tha vetë, deri në ditën e shpalljes së kandidatëve, Sara Mila nuk ka pasur një takim përpara ditës se sa emri i saj u konfirmua si pjesë e listave të hapura në Partinë Socialiste. Më 28 mars, ku doli dhe emri i saj, Sara ndezi motorët dhe në zgjedhje ka marrë 18.000 vota, duke bërë atë një kandidate të preferuar nga qarku i Elbasanit.